Mbledhja komemorative organizuar nga Dega Aleancës Kosova Re filloi me pjesë mortore nga kori i Shkollës së Muzikës Prenk Jakova në Gjakov, kushtuar së ndjerës Gjyllgjyzare Karagjia Gjeravina. Me shumë emocione disa fjalë për të ndjerën i tha bashkëpunëtori i asaj Mevlyde Muaxhiri. Rasti tragjik na mblodhi të shprehim ngushëllimet për vdekjen e papritur të një zonje të palodhur, të një bashkëpunëtore ideale, fisnike e bujare, të e cila gjithmonë ishte prezente buzëqeshja. Ishte frymëzimi ynë në të gjitha aktivitetet tona dhe çdo herë e gatshme të ndihmoj të tjerët. Ishin disa nga fjalët që i tha kryetaria e komunës Mimota Kusari Lila. Ishte Zarushja që mbante frymën gjallë të mahis, shakas, edhe kur ne të tjerët kishim momente të thyrjes ose nervozës. Ishte Zarushi, ajo e cila na tregonte se ishim femra duhet të kujdesemi. Sikur të ishte Zarushi sot, me siguri që do të kujdesej për rrobat. Do të kujdesej që në një të pamët kishim një palë rroba, në të pamën tjetër kishim të rroba tjera. Dukej se donte t'i kryente të gjitha sa ishte gjallë. Dukej se e dinte që jeta apo ditët e saj ishin të shkurtuara dhe ta shfrytëzonte secilin moment. Në një fjalë rasti, presidenti i AKR-s Bexhet Pacolli tha se është e vështirë ta përshkruajë me fjalë personalitetin e Zarushit. Një familjare e shkëlqyer, një punëtore devotshme, një bashkëpunëtore nivelit të lartë, Zarushi ka lënë një zbrasi të madhe në zemrat dhe mendjen e secilit rinësh. Ajo iku në kohën kur ishte më shumë të nevojshme për të dhënë kontributin e saj, në kohën kur duhej të bëjë puna më e madhe për të ndryshuar për të mirën jetën e secilit në Gjakovë. Të pranishëm në këtë mbledhje ishin edhe kryetarët e komunave të Bujanit, Bajramcurit dhe Mitrovicës, si dhe deputetë e bashkëpunëtorë të së ndjerës Gjeravina.